Mish të Sportcast, përshëndetje edhe një herë, mirë se vini në episodin e radhës të Sportcast. Do të diskutojmë në këtë epizod për një sukses të jashtëzakonshëm që klubi aeronautik Shqiponia te Kastriotit pati në një garë ndërkombëtare ku përfaqësoi Kosovën në Spanjë. Dhe për të folur për këtë sukses, por edhe për specifikat e këtij sporti edhe sukseset qoftë në nivel kombëtar, qoftë në ndërkombëtar, nisët kemi të ftuar Leila Bosnjak, sekretaren e këtij klubi. Leila, mirë se ke ardhur në Sportcast. Dita, faleminderit. Do të nisim patët së fundit një sukses të madh, qoftë nëse themi edhe si shtet, por edhe në nivel të klubit që patët përfaqësimin tuaj në kampionatin që u majt në Spanjë, një sukses i jashtëzakonshëm. Realisht a pritet këtë sukses edhe çfarë do të thotë kjo tashmë për Kosovën, ky sukses i arritur? Ky sukses është i madh, që është për Shqiponia te Kastriotit, ashtu edhe për Kosovën, se na si sportistë përfaqësojmë mas pari shtetin ton, si Kosovë, mandej edhe klubin e mbrojna ngjyrat e qytetit ton. Suksesi është jashtëzakonshëm i madh për neve, si klub, edhe si Kosovë. Na e kena prit nashta edhe një rezultat pak më të mirë, po mirë jena kënaqur edhe me qita se kena një 14 vjeçar vendin e parë në Spanjë, deri Migjeni është vendin e tretë, Lisieta është prapë e para. Është sportistja më e mirë në botë, është e para në botë, e para në Spanjë, edhe Anisa se u rinditën në vendin e dytë si juniore, ku është ardhur vendin e parë si junior. Si ishte mundur që në një garë ndërkombëtare Kosova të jetë aty në, po themi, në atë pikat më të larta që mund t'i fitojë një sportist në këtë sport, se Kosova është kaq e suksesshme, çfarë është sekreti? Sekreti është puna, disiplinë edhe vullneti i sportistave si Shqiponia te Kastriotit që kanë. E pam edhe suksesin e madh të 14 vjeçarit, a mund na tregosh pak kush është ky edhe pse në çfarë gare mori pjesë, është grup moshë e tina apo si u arrit ky suksesi? Arbër është piloti i ri klubit Shqiponia te Kastriotit dhe Kosovës, është pjesë e kombëtarës të Kosovës. Do me thonë është i ri në qitë sport, po nuk është i ri në arenë ndërkombëtare si pilot. Arbër e merr pjesë në gara ndërkombëtare, që ashtu edhe kombëtare. E ka marrë pjesë në garën në etapën e kampionatit botëror në Gjermani vjet edhe par vjet. Në për garat kombëtare zakonisht e merr pjesë si pilot i Shqiponia te Kastriotit, nuk është një sens se neve na habit si klub, nashta publiku se ka një, po puna e arbrit e dëshmon se disiplina që thash pa herët, vullneti edhe puna pilotave në klubin ton jep rezultatin maksimal në nivel botëror. Leila, Shqiponia te Kastriotit është klub që po tregohet shumë i suksesshëm edhe në Kosovë, por edhe në arenën ndërkombëtare. Çfarë e bën më të veçantë këtë klub, se klubi Shqiponia te Kastriotit po ka kaq shumë suksese ndoshta krahasuar me klube tjera që janë në Kosovë? Po që thash më herët është puna. Domethënë vitin e kaluar 2025 ne kena përfundu veç në stërvitje. Dikon mrena 10.000 fluturime gjatë vitit 2025. Dikon mësetaren me thonë 80 deri 100 fluturime për pilot jun kanë. Domethënë gjatë vitit fluturojmë edhe kur janë kushtet atmosferike pak më trona, nuk e presim veç me kanë të mira, domethënë edhe kur është pak borë, një shit vogël, kur janë kushtet me erë pak më të fortë, domethënë te na nuk nalet. Ushtrimet e na janë 2 herë nditje, varet për kushteve atmosferike, 1 herë zakonisht, po edhe 2 herë nditje ose të nditën janë stërvitjet, kështu se na munohëm me punum, me dalë me sportistat ton kohën teren, edhe nëse nuk na premtojnë koha jashtë me shtru, pilota tonë ushtrojnë në palestër edhe ushtrojnë mrena. E kanë bo një vend ku mujnë me ushtru edhe me jep kontributin maksimal me kry stërvitjes. Mirë, Leila, cila ka qenë ajo pika e kthesës, ato sukseset e mëdha që ka arritur klubi, në cilën vetë erdha ai kapërcimi i madh që thojnë në këtë sport për klubin tuaj? Nëse unë e pikon ditem si refer muj me thonë është 2020 ku fanoli mas 21 vite se mohet Vlora Open, fiton si shqiptari parë qitgar edhe që ato nisën sukseset më të madhe Shqiponia te Kastriotit, mandej vinë me ren edhe 3 gara kombëtare se fanoli shpallet piloti më i mirë edhe fiton vendin e parë. Ne dim që është dihet edhe në publik që edhe stërvitjet për edhe garat zyrtare që bën këtij sporti janë zakonisht në fushë në ambient të hapur, stërvitjen edhe brenda është e mundshme këtë vë? Fakt është se stërvitjet jashtë në kushtet atmosferike kur janë rregull, po improvizimin e pilotave dhe improvizimin e ushtrimeve se kena bë mrena është një sens se neve na përjan deri që të rezultate. Domethënë ai kena improvizu mundësitë për ushtrimet në
kushtet mbyllura në palestër. A më flasim përveç suksesit fundit që patëm në Spanjë, do të keni biseduar me ekipin si ishte kjo po themi aventura e tyre në Spanjë, përveç tjera se di që Spanja edhe nuk e njeh shtetësinë e Kosovës edhe më tutja, ka pasur ndonjë problema, kanë kaluar mirë deri tek gara. Pritja u kanë jashtëzakonisht më mirë pilotave të Kosovës. Do me thonë ata kanë mirë pritur atje në Spanjë për anës organizatorit dhe pilotave tjerë që në Spanjës. Fakt se Spanjës na pranon, po sporti besoj se e thënë këtë kufite dhe këtë ato bariera që i kena bile pilota tonë e kanë dishmu ato në botë, se i mirë prisin gjithkun ku shkojnë. Po kom fol me ekipen, ata janë ateru dje në aeroportin e Tiranës edhe kanë vazhdu drejt rrugën për Vlorë, se sot ka fillu gara Vlora Open, do më thonë nivel kombëtar edhe ndërkombëtar Vlora Open me datën 6 fillon deri me datën 9 është gara. Lela, përveç që suksesit fundit që patët në Spanjë, që janë sukseset e klubit Kastrioti, ndoshta ato rekordet më të mëdha të arritën, e po i shohim i keni sjellë me vete këtu me Gjen Shalën edhe Fanolin gjithashtu, çka janë sukseset më të mëdha që ka arritur deri më tani klubi? Suksesi më i madh i klubit është rekordi botëror i Fanolit, edhe 2 rekordet evropiane ashtu, edhe rekordi evropian i Migjenit, po çka kisha cek është rekordi evropian i 14 vjeçarit të Arbërt në kategori juniorëve ku presëm diplomën e tina është në pritje, po është një sen se ekziston federatë ndërkombëtare ku publikuese Arbër me 14 vjet e ka bën një rekord botëror. A është sport përfitues, Leila, nëse dikush ka interesim që të merret me këtë sport, është sport i cili sjell të ardhur apo është vetëm më tepër për ata që janë pasionant për këtë sport? Nashta për momentin është veç për ata se kanë dëshirën me marrë pjesë në garën paraglide. Për momentin e kena kushtet pak ma dopta me thonë se mund ishme jetu pe qësoj pune, ma shumë është shpenzim, po nuk do me thonë se me kalimin e kohës nuk bëhet edhe profitabisht. Lera, si ka qenë kë rrugtimi i jotë, po themi personalisht, tashmë qenë se je në këtë klub, si ka nisur rrugtimi për të marrë me sportin aeronautik për juve personalisht? Unë e Fanolin e Migjenin në gjohë bagi shumë. Në muj me thonë diko 25-6 vjetë jemi shoqni, kemi nisë me kickbox, ku Migjeni u metë në kickbox edhe u bo njoni për trajnerëve më të mirë kickboxit, nivel Evropës edhe botës ku tregon sukseset si kickboxer edhe si trajner. Fanoli 2017 e hop klubin e paraglidit, ku 2020 më afrojnë mundësi me kanë referë në garën Kastrioti Open, ku ku marrë për herë parë pjesë si refere e garës, edhe qashtu 2020 e kom fillu që të rrugtim me Migjenin dhe me Fanolin si refere, edhe kom arrit me kanë edhe unë nivel ndërkombëtar, nivel botëror, njona për referev, dhe që gati 3 kampionatet botërore referon njërën pas një. Me qenë që refere dhe i dim këto detaje, a mëndim qashtë si fitohet një medalje, një vend i parë, si thyet një rekord, çfarë duhet ketë parasysh një pilot, si fitohet kjo garë, si e din që Migjenit azem ose Arbëri në këtë rast është më i miri që si ndodhe edhe në Spanjë. Çka është parasysh, çfarë duhet të lëshohet? A mund ta dim pak për publikun çka janë detajet për të arritur një sukses? Po, tena është fusha target thirrët, do me thonë është një fush 10 metrësh, ku vendoset një pik 15 cm elektronika, se mot prekjet e para në tokë pilotit që vjen nga ajri, edhe pjesë i pikës motën në nivel kombëtar, edhe nacional edhe 2 metra bazë rregullore, do me thonë 5-0 deri në 2 metra matët, deri etapat kampionatet botërore matët veç elektronika 15 cm. Do me thonë pika në mes, ati semaforit, me thonë asoj pikës, është 0-0, është me një njancë në barë, eventual seret, edhe pe asoj nisën me matë ka 1 cm. Çka është rëndësi të kjo gara, është prekja e parë e pilotit. Do me thonë nuk mundet me ikë ma shumë se 0, eventual 1 cm. Nëse del 2 cm ma shumë, del jashtë garës. Do me thonë nëse gara e ka 12 runda, garohet 3 ditë, është 12 runda, llogaritën krejt rezultatet, edhe rezultati më i vogël asaj gare është fituesi i garës. A patën këtë sukses me kaq precizitet edhe tash sfundi në këtë garë që morën pjesë? Po, Arbëri ka pasur edhe Migjeni, po. Lisieta edhe Anisa. Ela, sa është e rëndësishme për një garë të tillë ku marrin pjesë tash edhe garues tonë, kushtet atmosferike? A ka raste kur për shkak kushteve atmosferike garuesit i hub komplet të drejtimi ose nuk arrin fare të shkojë drejt sakut që e ka vendosur?
Po, kushtet atmosferike luajnë rol shumë të madh. Domethënë te na duhet me përcjell erën, nuk duhet me kon më shumë se 7 metra në sekond. Kështu se kushtet atmosferike luajnë shumë rol në çit aspekt edhe në çit sport. Domethënë jo se mujna me hub në drejtimin gjatë fluturimit të një pilotit, ka njëherë mujna me prit edhe ka një ditë edhe 2 ditë me kon koha e mirë për me vazhdu garen. Domethënë mujna me nal garen gjysmë dite ose një ditë, shkak kushteve atmosferike, ose shiut ose erës. Po zakonisht është era faktori kryesor se nalet gara. Është paraglidja dhe kjo sporti aeronautik sporti rrezikshëm Leila, a ka raste kur garuesit ndoshta rrezikojnë jetën e tyre? Po, llogaritet janë një pjesë sportave ekstreme, rrezik mundet me konë si çdo sport. Domethënë asnjë sport nuk është se nuk ka një pjesë rrezikut. Kështu se nëse përcjellëm kushtet atmosferike, e përcjellëm ato çka duhet me përcjell n'ajër, me konë koncentruar 100% në ato ku fluturojmë, çysh fluturojmë, nuk besoj se mundet me pas diçka se mundet me thonë se rrezikojmë jetën e pilotit apo jetën e kujt s'është me neve. A ka pasur ndonjë garë, cila ka qenë ndoshta gara më sfiduese nga përvoja juaj që keni për pilotët tonë Kosovës në garat e tyre? Nëse menoni në aspekt pozitiv, çdo garë është sfiduese, domethënë çdo garë është me ngarkesë, çdo garë është me stres se pilotat shqiponjat Kastriotit edhe Kosovës përgjithësi ngarojnë në nivel ndërkombëtar me pilotat më të mirë botës. Domethënë kur është gara nivelit si në Vlorë, te na që shpritet me kanë Kosovë Kastrioti Open, është bajagi stresume edhe bajagi është sfida e madhe për me garu. A është sporti aty në që guxojnë, a duhet një sportistje që hyn kësaj gare të jetë e guximshëm, a duhet ta mpush spari frikën, pastaj të vendosë që të fluturoj? Unë nga kondi refera muj me thonë se çdo kush e ka pak frikën. Nuk është asnjë njeri se s'ko tut ose s'ko një problem me thonë jumë najrët që ndodhë. Po mas pari duhet me pas vullnet, me pas dëshirë, më mirë bë një aktivitet me thonë ekstrem si paraglidi, edhe frigan me kalimin e kohës kalën. Në Kosovë, a ka mbështetje që këtë sport, edhe a ka interesim prej sportistave të ri që të merren me këtë sport? A shenë interesim tek klubi, a ka prurje të reja? Po pilotat të reja se janë lajmëruar në klub edhe se po lajmërohet si klubi e ku edhe shkollën e paraglidit të nivel klubit, do të thonë ne kena shkollën Domës. Soi mbështetet nashta jo në atë formë se duhet më mbështet që ky sport se ka rezultate kulminante, po mbështetet një fardore jo nashta që A keni komunikim të mirë, qoftë me federatën e juaj, qoftë me Ministrinë e Sportit për aspektin financiar, Leila? Po, për federatës se kena mbështetje maksimale, ashtu sa ka mundësi federata, na mbështet komuna e Obiliqit si klub, edhe vitin e kaluar na ka mbështet edhe komuna e Lipjanit për Kastriot Open, kështu se e kena gjetë mirë kuptime, kena një përkrahje, po jo në atë nivel se duhet me kom për qito suksese edhe për qito vullnet. Sa antar ka klubi momentalisht? Për momentin e ka 60 antar. A ka prurje të reja, a pritet që ky numër të rritet? A duhet ata të participojnë edhe financiarisht për të qenë pjesë e klubit apo si shkon? Jo, nuk participojnë kurkush për me kom pjesa e klubit. Është shumë e thjeshtë procedura e regjistrimit, duhet me pas vullnet, me pru një letër njoftim, me mush një aplikacion edhe me nis stërvitje. Leila, sa i përket si që thamë interesimit, po më intereson në vazhdim klubi çfarë plane ka, do ta përfaqësoj Kosovën edhe më tutje në arenën ndërkombëtare, çka janë planet garat e ardhshme në të cilat do të fokusohet? Gara me radhë është Kastrioti Open mas Vlorës, do të thonë vikendin tjetër. Maksimumi numri pilotave se më lajmëruar është 130, për momentin sistem në federatë ndërkombëtare është i lajmëruar 105 pilota. Kështu se presëm regjistrimi bëhet deri minutat e fundit, do të thonë deri finala e fillimit të garës, do të thonë deri mbrëmja e garës. Kështu se numri i madh pilotave se lajmërohen te na është edhe pjesa se sfida për pilotat tonë edhe për arritjet tona është maksimale e madhe. Gara tjetër ku kam marrë pjesë Shqiponjat e Kastriotit të shku botror, njëna për etapave kupa botrore vikendin e fundit në maj, do më thonë Maqedoni, edhe kështu me radhë bas kalendarit ndërkombëtar edhe kombëtar kanë me marrë pjesë rregullisht në përkrejt aktivitet.
A klasi pak për specifikat e këtij sporti, Leila, është sporti i shtrejtë pajisjet që nevojiten për ta ushtruar këtë sa i keni kushtet në Kosovë? Po, sporti është bajag i shtrejtë, do me thonë një parashut me një karik, një helmeci është obligative dhe një parkuca se duhet me pas pak ma veçanta për qitë sport, kushtojnë bajag i shumë. Klubi po munohet me gjetë buxhet edhe me bo për këtë sportistat edhe glojdat edhe karikat me këtë pajisje. Nuk muj me thonë se mujna me shvizu shumë gjatë ato, se jeta e një parashutës është 2 vjetë, po të nan klubë nuk është 2 vjetë, arsyeja është se ushtrojnë shumë, ju në fush shumë, ju në pregaditjet, kështu se maksimumi 1 vjet pak mujnë me qëndru një parashut të na. Si e arrini që të mbuloni këto shpenzime, Leila, për në mënyrë që t'i keni pajisjet e reja? Është mënyra se e gjojna donator, kur kena mundësi me gjithë donator, dhe se na financon komuna, edhe duhet nashta ka njëherë me shtu edhe vetë. Po a keni arritur të merrni ndonjëherë subvencion nga Ministria e Sportit apo nga federata? Keni paraqitur kërkesë, keni marrë përgjigje? Kërkesën për federatë e kena paraqit, zakonisht udhëtimet me kombëtarën, federata e hjek, Ministria si klub s'na ka financuar, kështu se e presim na i bashkëpunim. Se përket kushteve në të cilat punohet në Kosovë, Leila, do të diskutojmë pak edhe këtë pjesë. Këto suksese që po arrijnë, që po i shohim edhe bashkë, natyrisht se kanë përprapa vetes edhe një punë kështu më të madhe, më të gjatë për vite, po themi të tëra. Që janë kushtet në të cilat punoni, ku stërviteni, si është kjo pjesa e bashkëpunimit ndërmjet atletëve dhe sukseset që arrin? Na zakonisht të shtrojmë në Golesh. Ne kena fushin ku kena bo vitin e kaluar me komunën e Lipjanit se përmena pak ma herët për garen e Kastrioti Open. Zakonisht të shtrojmë pilotat në Golesh. E kanë bo një fush të vogël edhe të na ndardhisht në Bilic. Nëse do të plotësojnë kushtet atmosferike që të 2 pika dikun ku ka në Kosovë mundësi për fluturime, shkojnë atje. A ka raste përveç këtyre Kosovës që nuk përmendën në rast sepse folëm që është sport bukur ekstrem, bukur i rrezikshëm, a ka raste nëpër botë, Leila, që deni që ndonjë prej të këtyre garave ndoshta ka sjell një rrezik të madh, ndoshta edhe me fatalitet apo jo? Po ka ndodh. Ndodh se ka nëpër gara, po zakonisht që në ato gabime teknike, nuk mund me thonë se çka mund të sjell deri tek kjo, çka mund të jetë një shkak pasojë që sjell këtë? Po mundet me kanë nashta koncentrimi pak më i dobët, reagimi jo në kohë duhur, ose pak më i shpejt, jo në specifikat në gjithë sport, se nuk mund me cik është që kjo, po këtë varet për gabimeve personale, zakonisht janë ato gabimet personale e pilotit. Apo ecë sportin me hapat e duar këtu në Kosovë, ky lloj sporti krahasuar me ato që kemi në botë, me zhvillimin që po e merr në Kosovë, po ecën në rrugën e duhur? Po, besoj se po hecën në rrugët e duhur, ato që kisha dasht me cek për Shqiponjat e Kastriotit është një marrëveshje mes Federatës Sportit Shkollor, Federatës Aeronautikës edhe klubit Shqiponjat e Kastriotit, ku me 1 shtator fillon ligjërata në nivel shkolla, Kosovës, shkollat fillore edhe shkollat e mesme, paraglojdi si një sport të ri edhe nashta nxënësat e shkollave prejnë dëshirë me kom pjesë e klubit, pjesë e sukseseve, pjesa e përfasimit të Kosovës. A do të provohet që shtrihet edhe nëpër shkolla, do të jetë si lloj lënda apo çka është? Po, një farë dore si lënda e edukatës fizike, nuk mund me thonë plotësisht si lënda e edukatës fizike, po orët e edukatës fizike kena me caktu për me majt ligjëratën në park. Mendoni që do të ketë staf, do të ketë njerëz mjaftueshëm sepse normal që në nivel veni kërkohet më shumë staf. Po, si vjet planifikojmë me kom pilot projekt, edhe me kanë veç në për do shkollat regionit Prishtinës, dhe me thonë me kanë Prishtinë, Drenat, Sobiliq, Fush Kosovë, Poduje, po vitin tjetër do të shtrim rjetin edhe në nivel Kosovës. Për momentin Fanoli ka me mëjt ligjëratët, si trajner edhe instruktor i licencum, edhe masanena vazhdimisht e bojna kuadër edhe e bojmë atë. Kjo do të jetë besoj duket të në bashkëpunim me Federatën e Sporteve Shkollore, me që ka një program që po shtrin përpara këtë modalitet apo? Po, me Federatën e Sportit Shkollor çka kisha cek, Fanoli është edhe trajner sportiv me akademi sportive, edhe unë jam me akademi sportive si trajner sportiv, kështu se ligjërues për momentin është Fanoli, edhe besoj se kuadër bashkangjitet me Sanem. A flasë pak për Nolin edhe për Migjenin, për karrierën e tyre. Janë ata të
bindur se kanë bërë si më thonë zgjedhjen e duhur që po merren me këtë sport, sepse unë e di që këta kanë edhe angazhime tjera, siç e thëkëm e cekëm më parë, nuk është sport që ndoshta mundesh me jetu prej tina, sa është Panoli i lumtur që është marrë me këtë sport edhe a ka edhe më tutje synime tjera Panoli që të thyë rekorda të rri suksesin në këtë sport. Besoj se do të janë të lumtur, mos me kanë të lumtur si shinkon në arenë ndërkombëtare me paraglide. Është tash më herët Noli është trajner sportiv, po është edhe profesor i gjeografisë, master e historinë, Migjeni është inxhinier i minerav, edhe trajner i kickboksit, do me thonë kretë suksesit e paraglidit janë bazuar në të punën e tyne, do me thonë kontributin që kanë jep dhe në qitash edhe kanë arrit që të suksesit të punu edhe diçka tjetër. Migjeni punon, Panoli është për momentin fokusum veç në klub, në paraglide edhe në pilotat të ri. Lela, se përket po flasim edhe për rekordin që e pat një 14 vjeçar. Unë dje si ishin emocionet e tina, a biseduat me të edhe a do të vazhdoj ai tash me tutje edhe me stërvitje të tjera për të arritur edhe rekordet e tjera. Në fakt, a kishte konkurrencë të moshës së tij në Spanjë gjatë këtij kampionati? Moshës ti jo, këtë janë më Do të ishte ky më i riu. Më i ri është Arbri në arenë ndërkombëtare për momentin. Në Spanjë nuk ka pas kategori juniorëve, me thonë se është 14 vjeçare, ekziston kategoria e juniorëve, po Arbër edhe Anisa si 15 vjeçare garojnë me këtë pilotat barabartë. Do me thonë nuk ka kategori masanena ndohen në për kategori, për momentin garojnë kretë një pikë edhe garojnë kretë për qatë vendin e parë. Se përket klubeve në Kosovë, përveç Kastriotit, ka edhe klubet e tjera që po punojnë edhe kanë ndoshta mundësinë që nesër mas nesër të kemi një përfaqësim më të madh se she sportin e paraglidin përgjithsisht thirrjen e tij në Kosovë. Po Kosova e ka edhe klube tjera, ka Prishtina, ka Suareka, ka Podujeva, ka është vetë Shqiponjat e Kastriotit, po unë jam fokusu vetë në klub tem, nashtë e më pak lokaliste, apo egoiste që shmerni, po paraglidi besoj se në Kosovë ka me shku në rrugë në një drejtim pa egi sukseshëm, qysh me Shqiponjat e Kastriotit që ashtu edhe me pilota tjerë që a kisha cekë kombëtarja e Kosovës se ka 5 vena, do me thonë 5 pilotat e përfasoj kombëtaren, 4 njën Shqiponjat e Kastriotit, Panoli, Migjeni, Lisjeta dhe Arbër, kështu se një pritje e rezultatave dhe sukseseve të Kosovës besoj se do t'jetë nivel. Do të rezultatet e Kosovës deri më tani janë kryesisht për shkak të klubit tuaj, sukseset e arritura. Pa që ashtu muj me thonë. Mirë, Lela, ajo që po të më të pyet tash është do të ketë edhe më tutje thatë që arritë suksesin në Spanjë dhe pasaj normalisht që nga në lor ata. Po pritet që më tutje të vazhdoni ose kur të vinë ata do të takoni, po prit një ftesë nga Ministria e Sportit që takoni me ta për të biseduar për këtë sukses, sepse zakonisht e di që Ministria e Sportit i takon pastaj këto klube që arrin sukses ose qoftë edhe garosin në aspekt individual. Pritet që të keni një ftesë nga Ministria për të takuar? Po besoj se kena me pas se para se unë shku në Spanjë, i ka prit ministri për sport ekipen në Shqiponjave Kastriotit, kur jena arpi Turkis i ka prit ministri këtë ekipen me kryetarin e federatis, do me thonë kombëtaren komplet, besoj edhe si hovi kur kthehen pi Vlorës, edhe mas Kastriotit open se ministri e Gjon Cohen edhe thirrë ekipen Shqiponjave Kastriotit. Ela, lorat mesatare që zhvillohen këtë vit në Itali, por pastaj ato në 2030 në Kosovë. Është ky sporti përfshirë në programin e këtyre lojrave, do të kemi duke marrë pjesë apo jo? Fatkeqësisht paraglidi edhe disiplina precizionit nuk është sport olimpik. Nuk e kam na informatë se kanë me marrë pjesë në çdo gara. I vetëm informatë se kam është në kontinent aziatik, se ata e marrin çdo 2 vjet e bëjnë garat olimpike nivel kontinentit, edhe vitin tjetër paraglidi me disiplinën precizionin hin në gara Komitetit Olimpik Aziatik. Apo, dhe pastaj në përmjet të merri pjesë domosdoshmë edhe në Federata ndërkombëtare FAI e ka bërë kërkesën për garat olimpike që janë në Paris, për shkak kushteve atmosferike kanë thonë edhe shkak publikut nuk e kanë mujt me fut në agjendën e tyne, po na si sportistat edhe si pjesa e disiplinave aeronautikës shpresojmë se shumë shpejt kena me kanë edhe sporti Komitetit Olimpik. Nëse shumë i anën tjetër, a ka Kosova kapacitet ose a keni shpresë ose a besoni që në një të ardhmen të afërt në Kosovë mund të organizohet një kampionat ndërkombëtar i paraglidit? Na kena konkuru vitin e kaluar, do të thonë januar si vjet ju ndal rezultatet.
për pak kena hupën një kampionat evropian na si Shqiponja të Kastriotit edhe Kosova, kena hupën konkurrencë me shtetin Serbi. Ata kanë fitu me 21 poen kundër neve se kena pas 11, kur 9 shtete në nivel botës që kanë abstenim. Për herë parë kena konkuru edhe e kena arrit me bin 11 shtete me votu për neve, po konkurenca ke nga ana e Serbisë, jon kushte qysh janë edhe nuk patu mundësi me fitu qëtë kampionat evropian. Po na menojmë se me vite si vinë, po me kanë ose kampionat evropian ose kampionat botror në nivel, po mujna me aktivizu kretë Kosovën, pilotat kretë Kosovës edhe më organizu një nivel edhe një event si në kampionat. Çka do të me paraqit kur aplikon realisht paraqit të fusha infrastruktura vendi ku do të mohë, çfarë janë kushtet që duhet të paraqesni për të marrë për të aplikuar paktën për të marrë një eveniment ndërkombëtar? Dohet me paraqit edhe infrastrukturën, edhe kushtet, edhe buxhetin, edhe krejt senat që mujnë me ndiku për një garë. Do me thonë ku vendos pilotat, transporti, krejt stafi teknik, stafi përcjellës, bagi do punë se duhet me përmbush edhe me konkuru për një garë. Ja, me që shumë drejt fundit, për të rëgjën para shumë ju çka identifikoni se ndoshta nevojat më urgjente të këtij sporti në Kosovë, për çfarë ka nevojë sporti paraglidit në Kosovë, qoftë klubet, qoftë federata, në mënyrë që të mbështetet për ndoshta ona financiare apo se po, por edhe kjo ona infrastrukturore, kështu mbështetja, motivimi ndoshta i trive të marrë me këtë sport. E kisha nisë nështë për këtë klube, se këtë klube në Kosovë se mirën me paraglajt dhe kanë problemet e njëjta në financa, o mande jonë kushtet infrastrukturës, edhe nështë pak ma shumë përcjedhja mediave edhe shkrimet rreth paraglidit, se po mdoket edhe kjo pjesë e marketingut pak mungon në qëtë aspekt, po rezultatet dhe të flasim për veti edhe nashta na përkrohen edhe media në qëtë aspekt. Besoj që po kjo do të jetë edhe njëra prej detyrave po themi tona për t'ju mbështetur. Ajo që më intereson me pyet, ndoshta ke në fund është duke u lidhur me 14 vjeçarin që patëm këtë sukses, është hezitojnë, me se keni natyrisht me kur janë kashtëri, keni kontakt edhe me familjarët e tyre. Hezitojnë familjarët, prindët e tyre që të lejojnë aty në mundësinë për të provuar këtë sport që duket i rrezikshëm? Po si sport duket i rrezikshëm se përcjellin nëpër në Instagram edhe Facebook edhe nëpër rrjetet sociale, fluturimet e senat, po kur vim prind, flasin me trajnerat të klubit, fakt me fanolin, e hupin pak ato se është sport ekstrem edhe nuk duhet më mirë me qitë sport. Deri në qëtash nuk e kena pas probleme nëse ka ardhur një fëmijë me ushtru se prindi u konë kondër. Do me thonë mas shqarimit edhe mas ligjeratës fanolit, teorikisht ashtu edhe praktikisht rëto prindu pinë se mujnë më mirë me qatë sport edhe nuk jonë kondër fëmijëve më mirë me qatë. E si një që kë rrugtimi, se po më intereson që kjo pjesë Leila, si një që kë rrugtimi i një sportisti në paraglide? Kur fillon, ta zëmë sigur tash që kemi 14 vjeçarin, si një çka vjen, provon, merr spari parashutën, do të ketë një distancë më të shkurtër, si shkon që kjo rruga? Po, mosha nuk është shumë pyetje, se monish monise edhe shumë i ri me 10-12 vjetë me më mirë me qitë sport, kur ta më mirë me sport më njoftu. Do me thonë jonë ligjerata teorike, se duhet mi përcjell, jonë ligjeratat praktike, jonë orë caktum se duhet me pas fluturime të shkurta, do të më njoftu me pajisje, jonë ushtrime në tokë, bazike se ushtruhan në tokë, mande i vim deri të fluturimet në alësi. Leila, në falenderoj shumë për kohën që ke gjetë me orë në Sportcast të këto detaje që i zbuluam bashkë. Faleminderit dhe ju e për ftesë. Mishtë ndërruar, falenderoj që ishit me ne, hyllëm takim në Sportcastin e radhës.